Kam qenë shumë optimist për protestën, ka pëlqyer shumë, pastaj besoj që kam bërë një hap pas, sepse protesta sipas meje ka humbur atë ngjyrën e bukur të fillimit të saj. Humbe besimin? Jo, ka humbur ngjyrat e bukura të fillimit të saj, që do të thotë protesta nisi si një gjë spontane, që është protesta vetë është një shprehje publike e mos dakordësimit, e mos bindjes, me padrejtësitë që shpeshherë shteti me vendimet e veta bën kundër korrupsionit, pra kundër gjithë padrejtësive të një shteti, se si duhet veprojë shteti ligjor. Dhe ajo protesta e javës parë, unë besoj që ishte një protestë që kishte një frymarrje rinore kundër këtij korrupsioni galopant që ka këto 35 vjet në Shqipëri, kishte një frymarrje rinore, kishte një frymarrje të një ndryshimit të madh kulturor në Shqipëri. Shikoja njerëz të bukur, po njerëz të bukur nuk dua të them nga pamja, se bukuria nganjëherë është tek familja, tek ajo pjesa ku ti del dhe proteston në mënyrë qytetare. Pra në këtë kuptim kam parë njerëz shumë të bukur. Pastaj edhe këtë pamje që ne po i shohim. Pikërisht. Dhe unë besoj që pastaj këtu ajo kaloi përmas ne vetë, sepse duhet kemi parasysh një gjë, çdo kushtetutë të botës, protesta është një akt, nganjëherë që ka dhe mosbindjen civile brenda, por që është një akt i cili shkon deri aty, që e pranon kushtetuta, e njeh kushtetuta, por që shkon deri aty sa nuk synohet liria e tjetrit, sa nuk synohet e drejta e tjetrit, sa ti nuk futesh në qiellin e tjetrit, sa ti nuk prish rendin dhe qetësinë. Çdo akt i tepruar në manifestime të tilla është jashtëligjshëm edhe është i dënueshëm. Do thënë isha kundër vezës, miellit, domates. Jo, duhet i ndajmë pak. Veza, mielli janë në mënyrë simbolike. Po pra, edhe hyn ke pjesa e mosbindjes civile. Prandaj quhet mosbindje civile. Mosbindje civile do të thotë që ti me koshiencë, pra me vetdije, mund ta tejkalosh të drejtën tënde pa rrezikuar dikë, duhet të jesh i përgjegjshëm dhe i vetëdijshëm që mund të futesh edhe në burg për këtë gjë, pra mund të shoqërohesh në rajonin e policisë, por është një akt i cili këto janë akte të cilat prapë janë tolerueshme, që hyn brenda asaj që quhet mosbindje civile. Se prandaj quhet mosbindje civile. Kurse këtu ne kemi të bëjmë me akte të dhunshme, të cilat synojnë destabilizimin e demokracisë e shtetit shqiptar. Dhe këto janë gjëra të cilat janë të papranueshme. Mua nuk më pëlqen në radh parë kur më rishfaqen fëmijët e vegjël me maska dhe më vjen përfytyrimi i molotovëve që hidheshin në kryeministri. Nga protestat e opozitës. Ata që e bënin, patjetër. Kjo gjë është ajo që nuk më pëlqen. Mua më pëlqen shumë Gandhi, mua më pëlqen shumë gandizmi. Mua më pëlqen shumë urtësia në këtë botë ka treguar që është trimëri më e madhe se sa fryrja e madhe. Gjoja që ti ke forcë, ke fuqi dhe ke trimëri të madhe. Që ishte Gandhi në fund-fundi. Gandhi në fund-fundi ishte i filozof, i politikan, i cili filozofinë e jetës, pra kushtetuta ime, thonte ai, besimi im është jo dhuna.